gjithmonë shpërblimin edhe prej Zotit, por edhe me një bindje se gjithmonë e mira do të na kthehet me të mirën. Pra, kemi një ajet të Kur'anit lidhur me këto që na keni potencuar, është një ajet ku Allahu në surën Ar-Rahman ajeti 60 thot: Hel jazaul ihsanu illa al ihsan. Që do thot, a ka shpërblim tjetër për të mirën përveç e mira? A ka shpërblim tjetër për bëmirësinë përveç bëmirësia? Përgjigja pra është tu se e mira kur nuk harrohet. Ai që bën të mirën kur nuk humb. Porosia është e këtij ajeti se na besimtar duhet gjithmonë të anojmë ka e mira. Fundi fundit, nëse dojna të bëjmë një definicion më të thjesht të një muslimani, mund të themi se muslimani është ai njeri i cili bën mirë dhe i cili largohet nga e keqja. Pra, gjithmonë na në Kur'an jemi të thirrur që të bëjmë vepra të mira. Innal ladhina amanu wa amilus salihati. Ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira. Ndonjëherë e mira nuk vjen me njëherë, ndoshta vjen pak më vonë. Ndonjëherë ai shpërblimi prej të mirës vjen në këtë botë, po në disa raste edhe në botën tjetër.